Ndërruar të shikues, siç ju bëm me dije, jemi rikthyer në pjesën e dytë, që besoj do të jetë e rëndësishme dhe për shkak të luftës, e cila ka marrë për masa të rrezikshme, si thuash, në midis Izraelit dhe Iranit. Pikërisht për këtë konflikt ne do të përpiqemi të themi ndonjë për përshkallëzimin e tij dhe rreziqet nëse ka. Dëgjojmë edhe botën, çfarë thonë njerëzit e mençur të kësaj bote të gjithë, dhe të themi dhe ne ndonjë. Jemi përpjekur që këtë emision ta ndërtojmë me njerëz që mendojnë në mënyra të ndryshme, sepse kjo është thelbi i debatit apo i diskutimit. Nëse ne do të thresim një tyrezë që mendojmë një lloj të gjithë, nuk ka pse ta thres. Zbret në kafene, edhe flet aty, pi një kafe dhe ikën në shtëpi. Ndërsa, në të kundërtë, ne duhet të thresim njerëz që mendojnë ndryshe dhe në debate sipër ka dhe ndoshta ndonjë konkluzion. Enika Abazi, studiuese eksperte e gjeopolitikës, është me mua sot në studio. Faleminderit shumë, Enika. Faleminderit dhe ju për ftesën, kënaqësi. Preç Zogaj vijon të jetë dhe në këtë pjesë, Preç është njeriu i politikës, edhe analist, po, dhe ka dhe do të ketë mendimet e veta për këtë luftë dhe çka i kënduar, lezuar e gjitha dhe interpretimin që ai ka për çfarë ndodh. Dy kolegët e tjerë të mi, Antona Bilika dhe Andi Tela, do të ndihmojnë mua për të realizuar këtë pjesë të emisionit, duke pyetur edhe tu, ndërsa në lidhje direkte unë do të kem Olsi Yazexhi, pedagog analist, i cili hyn nga Malezia. Kuala Lumpuri. Edhe njerë se me zje them unë të s'ke Kuala Lumpur. Malezi, pra, në rregull. Malezia, të shumë, po i kryqëteti shkë, e? Po. Ti aty e gjithmonë tani, nuk lëviz nga aty. Po. Në... Ja historinë. Arnautistan, si shtotë, jep histori, e? Arnautistan, si shtotë Mustafa Nanuas, ke kohë që s'ka ardhur? Po, vi her pas here, sigurisht për para pak javësh që u takuam edhe bashkë se MCNTV-ja. Vi për vizita her pas here. Po. Olsi, faleminderit, pedagog e thamë, si që diskutuam tani, dhe analist. Tani, në datën 13 qershor, në orën 08:30 të mëngjesit, Izraeli ndërmori sulme ajrore në territorin e Iranit, duke goditur objektivat ushtarak përfshirë objektet bërthamore. Netanyahu lajmëroi se Irani ka ndërmarrë hapa për pasurimin e uraniumit dhe armatosjen bërthamore. Kjo shënon nisjen e luftime nga dyja palët. Pse kjo përplasje pikërisht tani? Tani, Olsi, ti ke një qëndrim, që ti jemi realist, nuk është se pak i një, të gjithë të njanshëm jemi në botën ku jetojmë, po ti, sipas meje, ke njanshmërinë tënde. Ç'është në mendjen tënde, interpretimi juaj, kush është për këtë luftë? Tani, bombardimi që ka nisur kundër Iranit në datën 13 qershori 2025-s, është një ëndër e kryeministrit të sotëm Benjamin Netanyahu të Izraelit që në vitin 1995. Në 1995, Netanyahu shkruan një libër që quhet Fighting Terrorism, apo lufta kundër terrorizmit. Në atë libër Netanyahu thotë që në mënyrë që Izraeli të mbjetoj dhe të prevaloj mbi vendet islamike që e rrethojnë, të cilat mbështesnin pavarësinë e Palestinës, Izraeli së bashku me Amerikën duhet të shkatronte të gjitha ato shtete arabe të cilat mbështesnin lirinë e Palestinës. Përpara rënies së Bashkimit Sovjetik, Netanyahu ka qenë një nga aktivistët më të zjarrt në SBA, i cili nxiste Amerikën që të shkatronte Bashkimin Sovjetik, ku ai së bashku me babain e tij Benzion Meliovskin e quanin Bashkimin Sovjetik, por edhe vendet e bllokut lindor, duke përfshirë edhe Shqipërinë,
si vende terroriste, të cilat duhet të zhdukeshin në mënyrë që Izraeli të prevalonte mbi arabët. Me rënien e Bashkimit Sovjetik, amerikanët do të nisin atë që do të quhet si rendi i ri botëror, ku sikur do të njoftoi George Bush plaku në Kongresin Amerikan në 11 shtator të vitit 1991, kur amerikanët fituan luftën e parë të gjirit kundër Irakut, amerikanët do të nisin atë që do të quhej rendi i ri botëror. Ky rendi i ri botëror, i cili do të pagëzohej nga Samuel Huntingtoni në librin e tij Përleshja e qytetërimeve. Samuel Huntingtoni, i cili me thënë drejtën nuk është se mbeti shumë në për shkak të ideologjizimit dhe interesave të botës ku ai jetonte, të interesave nuk u shkëpu dot nga ato interesa. Do me thënë, ai figurë e shuar, por jo atyre për masave. Ai do kthehet në ideologun kryesor. Ai do kthehet në ideologun kryesor të luftrave që Amerika së bashku me Izraelin do të lëshojnë kundër botës islamike. Dhe si pasojë, ne do të kemi luftën e parë kundër Irakut, luftën e dytë në 2003 ku regjimi Saddam Huseinit do të rrëzohet dhe Saddami do vritet. Do kemi luftën kundër Jemenit, luftën kundër Libis, ku në 2011 në të ashtëquajturën pranverë arabe, NATO do të rrëzojë Muammar Gaddafin dhe do ta vrasë dhe Libia do të ndahet. Do kemi grushtin e shtetit në Egjipt dhe destabilizimin e Egjiptit. Do kemi luftën civile në Yemen dhe luftën civile në Siri, e cila do të përfundojë në dhjetor të vitit 2024 dhe do përfundojë me rrëzimin e Bashar al-Assadit. Dhe Irani ka qenë obsesioni i Netanyahut që kur ai ka qenë i ri, piles amerikanët në vitet 2000-2001, pasi ndodhen sulmet e 11 shtatorit, i vun Netanyahut dy opsione, ose do rrëzonin Saddam Husseinin në Irak ose Iranin. Dhe qëllimi i Netanyahut dhe i zionizmit amerikan ishte që të gjithë vendet arabe duhet të shkatërroheshin në mënyrë që Izraeli të kthehej në hegemonin e lindjes mesme. Kur Saddam Husseini do të rrëzohet në 2003, amerikanët do të sjellin si justifikim armët e shkatërimit në masë. Të vim të kjo lufta, të vim, jemi okej, ju bët një interpretim mjaft interesant, tani të vim të lufta e fundit. Kurse lufta që ndodhi dhe bombardimi që ndodhi në datën 13 qershor, erdhi pasi presidenti Trump është rizgjedhur president në SBA, dhe ndryshe nga administrata Obama, ku në vitin 2015 Obama do të nënshkruaj atë që do njihet si marrëveshje nukleare me Iranin, ku pasoj e kësaj marrëveshje do të hyjë edhe Shqipëria, ku në 2016 amerikanët do të sjellin 3000 terroristë mujahidin që do të strehohen në Manës. Pasi Trumpi do vi në pushtet në 2017, ai do ta shkatërrojë këtë marrëveshje nukleare. Dhe tani pasi erdhi në pushtet përsëri, Donald Trumpi, i cili i detyrohet lobit zionist që edhe e sponsorizoi që të bëhet president, sa po erdhi në pushtet, në prill nisi raundin e dytë të bisedimeve me Iranin, ku Trumpi i kërkoi Iranit që të shkatërrojë programin e tij nuklear. Irani ofroi që ishte i gatshëm që të hapte centralet e tija atomike elektrike për inspektim dhe nuk donte armë nukleare, por centralet nukleare i duheshin për të prodhuar energji. Po të gjitha përpjekjet e administratës Trump për të arritur një marrëveshje u refuzuan nga Benjamin Netanyahu, i cili i kërkoi hapur Trumpit që ne nuk pranojmë asnjë gjë tjetër përveç skenarit libian. Skenari libian nënkupton atë që bëri Muammar Gaddafi me amerikanët në janar të vitit 2004, ku ai dorëzoi amerikanëve të gjithë programin nuklear libian, shkatroi raketat Scud
dhe pasi i bëri këto shkatrime, Amerikanët e hoqën Libin nga vend sponsor i terrorizmit, derisa pritën pranverën arabe në 2011 për ta vrarë Gaddafin Me dhe ta thënë të djegur drejtën, Libin. ai ishte një vend sponsor i terrorizmit, Libia. Libia nuk ka qenë vend sponsor i terrorizmit, por ka qenë një nga vendet më revolucionare të botës arabe, një nga vendet më të zhvilluara. Dhe bota arabe në përgjithësi nuk e donte Libin. Unë kam qenë aty, si gazetar, kam qenë dhe kam takuar të gjithë autoritetet aty, bashkë me gazetarë të tjerë shqiptarë, gjithë në kohën kur jetonte Muammar Gaddafi, dhe duhet të themi që ai ishte një vend që sponsorizonte, dhe vetë bota arabe nuk e donte. Po mos hyjmë këtu, të mbetemi te ky plan. Do me thënë kjo luftë, si pas jush tani ka lindur për shkak, po pse hyn Netanyahu këtu? Që Shtetet Bashkuara i thonë iki. Netanyahu hyn këtu nga që qëllimi i Netanyahut është ai që Condoleezza Rice, që ka qenë, nëse s'jam gabim, sekretare e shtetit në kohën e president George Bushit të dytë në 2004, njoftoi që atë që quhet the New Middle East. Dhe apo lindja e mesmere. Lindja e mesmere që Izraeli kërkon të bëjë është ndarja dhe shkatrimi i shteteve kombëtare arabe, duke përfshirë edhe Turqinë, ku ashtu sikur Iraku u nda në kohën e Bushit në një Shiistan, Sunistan dhe Kurdistan, e njëjtja strategjik synohet që të bëhet edhe kundër Turqisë dhe Olsi, të ndjekim dhe profesoreshën, që është një studiuse dhe një eksperte e geopolitikës, po për këtë problem. Do me thënë, çfarë është mendimi i saj? Tani nëse do flasim për këtë konflikt, pikë së pare desha të them që Izraeli me Iranin nuk kanë qenë gjithmonë armiq. Përkundrazi ka pasur një periudhë kur ka qenë Shahu Pahlavi që kanë qenë miq shumë të ngushtë dhe konsideronin veten si dy fuqi në rajon të cilat kishin përballë tyre vendet arabe. Pasi duhet të kemi parasysh që Izraeli nuk është vend arab. Dhe në këtë mënyrë, këta ishin dhe situash të dy vendet ishin dhe alat të ngushtë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Madje, Irani ka qenë vendi i dytë mbas Turqit që ka njohur shtetin e Izraelit në vitin 1951. Sigurisht që situata ndryshoi me ardhjen në fuqi të Khomeneit dhe të gjithë situash regjimit ajetollave, të cilët në një nga pikat e programit të tyre kanë edhe zhduken e ekzistencës së shtetit të Izraelit, sikundër dhe politikat e shumta të cilat situash zhvillohen brenda Iranit për të mbajtur zhvillimet për të mbajtur situash regjimin e brendshëm, duke krijuar një armik të jashtëm siç është Izraeli. Në të njëjtën kohë, Izraeli si thua është i rrethuar në një ambient jo shumë friendly apo miqësor, do të thoshim, të cilët në një mënyrë apo një tjetër kërkojnë që të bëjnë ekzistencën e këtij shteti. Mund të themi që në këtë kuadër me ardhjen e Netanyahu, në ndryshim nga të gjithë të tjerët, si thua është një obsesion i vazhdueshëm i tij që Irani përbën një kërcënim të vazhdueshëm për ekzistencën dhe sigurinë e Izraelit. Por në të njëjtën kohë duhet kemi parasysh që dhe Irani ka krijuar, si thua, dhe ka sponsorizuar një sër grupesh, të cilat kanë krijuar një sër problematikash në lindjen e mesme, duke filluar që nga mbështetja që ajo jep Hezbollahve dhe problematikave që janë krijuar në Liban si rezultat i këtij grupi terrorist. Po kështu kemi dhe Hamasin, i cili ka krijuar atë situatë e cila përshkallëzoi, si thua, sulmet ndaj Izraelit, duke arritur në atë të fundit që marrja e pengjeve të ndryshme, e pengjeve gjatë një festimi, si thua, një vit e ca më parë, dhe që, si thua, përshkallëzoi dhe veprimet e Izraelit ndaj Hamasit në Gaza, dhe që pastaj ato shkuan në disa përmasa të tjera dhe
që si thuash kërkojnë një diskutim më të gjerë, pasi u shoqërua dhe me një sër sulmesh të cilat nuk sollën dëme vetëm tek Hamasi, por edhe tek popullsia civile, por të ngelemi aty ku e filluam. Njëkohësisht ishte edhe Siria, e cila e Asadit, e cila ishte në mbështetje të politika, mbështetje ishte nga Irani dhe politikat e saj, si thuash, shkonin në kundër qënësisë Izraelit, për të mos folur pastaj për milicit irakiane, të cilat edhe ato ishin të sponsorizuara nga Irani. Do me thënë Irani përdorte një sër mashash në rajon në mënyrë që të krijonte një situatë të pasigurt dhe të realizonte atë politikë të tij që kishte të bënte me zhdukjen e shtetit Izraelit, të cilët e ka të shprehur, si thua, në mënyrë të qartë, nuk është se po bëjmë ndonjë supozim të gjerë nga analizat të retorikave të ndryshme. Dhe në këtë kuadër, si thua, politikat e Izraelit kanë filluar që t'i presin krahët, domethënë është të quajtur politika e oktapodit, që ka të bëjë me prerjen e tentakulave të oktapodit dhe kemi parë ndërhyrjen e Izraelit në të gjitha këto qendra të cilat ishin të sponsorizuara nga Irani. Kemi parë ndërhyrjen e kundër Hezbollahve në Liban, por gjithashtu kemi parë edhe, si thuash, masat e tij ndaj hutive në Yemen, apo dhe sulmet të cilat janë bërë ndaj instalacioneve ushtarake në Siri, dhe sot mund të themi që edhe si rezultati ndërhyrjes dhe mbështetjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës, të gjitha këto tentakula kanë kaluar në plan të dytë dhe nuk janë më në gjendje që të veprojnë, duke ditur që Hezbollahu nëpërmjet telefonave dhe një konspiracioni të madh që u zhvillua, arriti që, domethënë, Izraeli arriti që të neutralizojë të gjithë pjesën e komandës së Hezbollahut, po kështu edhe për sa i përket komandës së Hamasit, dhe duhet theksuar që në rajon faktikisht të gjithë këto vende të cilët kanë parë këto grupe shiite si Hamasi, si Hezbollahu apo si milicia irakiane, apo dhe vetë regjimi i Saddamit kanë krijuar një sër problematikash në lindjen e mesme, dhe këto vendet e lindjes së mesme faktikisht shumica e prej tyre në një mënyrë figurative do thosha po fërkojnë barkun që si thua Iranit po i ndodhin ngjarje të tilla, pasi mendojnë që nëpërmjet saj do zgjidhin një sër nga problematikat e tyre të brendshme, të cilat sponsorizoheshin nga Irani për të arritur qëllimet e tij, që në fund të fundit lidhet edhe me hegemoninë e tij rajonale, sepse Irani ka qenë sikundër dhe e dim një fuqi imperiale në kohën e Persisë, dhe si thuash këto ide, të cilat nuk janë vetëm të Iranit, ne shikojmë që shumë ish perandori mendojnë sot që duhet që të krijojnë, janë krijuar kushtet dhe mundësitë që të rikthehen, dhe Irani nuk bën përjashtim. Këtu mbas se kërkon një vëmendje veçantë se përse tani këto ish perandori apo ish fuqi imperiale kërkojnë tani t'i kthehen të shkuarës dhe të restaurimit të pushtetit të tyre, duke futur këtu edhe Rusinë e tjerë me radhë, por të ngelemi tek problematikat me Iranin, dhe mendoj që shumica për shumë në Liban janë mjaft të gëzuar që Hezbollah, si thua, nuk po ndërhyjnë në politikat e tyre, mbasi nuk do ndërhyjnë më në politikat e tyre, dhe Libani do t'i kthehet të prosperitetit dhe zhvillimit të mëtejshëm, dhe ndaj nuk shikojmë dhe një reagim të vendeve arabe në mbështetje të Iranit, ndose po shikojnë disa lëvizje që kanë të bëjnë me disa problematika të tjera, që kanë të bëjnë me problemat normative, pra me faktin e sovranitetit. Pra është e mundur që në kohën në të cilën ne jetojmë të kemi ndërhyrje në sovranitetin e një vendi tjetër, siç po ndodh në rastin e Iranit, dhe kjo si thua po krijon një lëvizje e cila nuk shikohet vetëm në vendet arabe, por edhe në vendet e tjera europiane, të cilat bëjnë thirrje për si thua për dalimin e përshkallëzimit të konfliktit dhe uljen në tryezën e bisedimeve, sepse të gjitha lëvizjet e fundit, dhe jo vetëm ky konflikt, por edhe konflikte të tjera, kanë vënë në pikpyetje rendin e Westfalis, i cili mbështetet në konceptin e sovranitetit,
Dhe mbi bazën e këtë sovranitetit është ndërtuar gjithë sistemi dhe rendi ndërkombëtar dhe vetë Kombet e Bashkuara, ligji ndërkombëtar, normat ndërkombëtare, organizata ndërkombëtare mbështeten pikërisht mbi shtetin dhe sovranitetin e tij. Dhe tash në qoftë se ne një nga pikat e sovranitetit është mosndërhyrja në punët e brendshme dhe domethënë ushtrimi i plot i pushtetit të brendshëm mbi gjithë territorin e vendit. Fakti i ndërhyrjes së një shteti në një shtet tjetër, siç po e shikojmë, jo vetëm në rastin që flasim, por edhe në rastin e Ukrainës, por edhe një sër kërcënimesh të tjera për ndërhyrjen e punët e brendshme të shteteve të tjera, po e vë gjithmonë në pikpyetje këtë rend ndërkombëtar të cilin ne mendonim të konsoliduar dhe mbi bazën e cilit ne kemi ngritur edhe një sër organizator ligj ndërkombëtar e tjerë, i cili po duket se nuk po funksionon, sepse siç po shikojmë kemi të bëjmë me një sër konfliktesh dhe ku është Këshilli i Sigurimit është i paralizuar pikërisht nga një sër dinamika interesash të kundërta, të cilat nuk lejojnë që të shikohet perspektiva e paqes në nivel global, por gjithashtu nuk po shikojmë edhe një sër aktorësh të tjerë, të cilët kanë qenë shumë aktiv gjatë periudhës së luftës së ftohtë. Mos të harrojmë që sigurisht që ka pasiguri në lidhje me zhvillimin e programit nuklear nga Irani. Mbase do të flasim pak se si qëndron problematika e këtij programi, por ideja është që ajo që doja të thoja për momentin është që këto dinamika të sigurisë kanë ekzistuar gjithmonë dhe prandaj në kuadrin e krijimit të OSBE-s, një nga ato kolonat e saj ishte dhe krijimi i masave të sigurisë dhe të konfidencës ndërmjet shteteve dhe kjo e lejonte OSBE-s në atë kohë. Edhe sot ja lejon, nuk është se ka në një ndryshim, i lejon që të çojë misionet e saj vëzhguese në vendet të cilat pretendojnë se zhvillojnë veprimtari të cilat cënojnë sigurinë dhe paqen në vendet e tjera, në mënyrë për të zgjidhur atë problemi që lidhet nga perceptimet, sepse është arritur një konkluzion marrëdhënie ndërkombëtare që perceptimet kanë qenë ato të cilat kanë shkaktuar dëme shumë të mëdha për sa i përket inicimit të konflikteve të ndryshme, sepse shpesh herë mendohet sikur shteti tjetër po përgatitet kundër të na sulmojë, të na zgjesojë apo të na përfshin në konflikte të cilat janë të padëshiruara, por në fakt realiteti është më i thjeshtë, nuk është i tillë, por pikërisht këto perceptime të gabuara çojnë në ca sigurime, në ca dilema sigurie, të cilat mund të involvojnë shtetet në konflikte, prandaj janë zhvilluar dhe këto mekanizma të organizatave ndërkombëtare, të cilat krijojnë mundësi dhe të cilat nuk po funksionojnë më fare, sepse vetë rendi ndërkombëtar duket që është në një krizë shumë të madhe. Në një krizë vërtet të thelluar. Tani, nga sa dëgjova unë edhe zotin Jezergjiu dhe profesorën, zonin Abazi, te kalimi së drejtës, nga të dyja paret shkon pastaj, dim që nga lartësia, nga antikiteti preq, që te kalimi së drejtës pastaj ngarkon në të dyja paret. Ose e leviz drejtën, e kalon në kahun e... Preq, pak edhe ju, diçka dhe pastaj të... Jo, unë do thosha këtë që historia ka plot fakte për të ndërtuar një narrativ, fajsimi, qoftë për një parë, qoftë për një tjetër, që si nuk i kthehemi historisë. Pra ka prodhuar historia vendeve arabe dhe sidomos e vendeve arabe? Viteve e këtyre, po them 50 viteve, ose më shumë se 50 viteve të fundit, ka prodhuar plot ngjarje, me cilat mund ndërtosh narrativa edhe subjektive, edhe thjesht brenda. Për shumë, Olsi foli për gjitha të e në vërteta ato që thaj. Për luftrat, për mënyrën si është ndërhyrë, e tjere. Por harroj pak pjesën tjetër. U tha dhe ajo, se ajo dje që Irani ka pas marrëdhënie shkëlqyre, do që e njeh historinë e di, ka pas marrëdhënie shkëlqyre me Izraelin, kanë qenë vende aleate kundër tjerëve bile. Sepse vendet arabe nuk e kanë parë Iranin si që po e themi ne tani, ato kanë parë kretë ndryshe. Si armik prisisht. Këtu, pra, historia edhe herë në animon me bo narrativa që të nga pëlqeje, për të këthyt e konflikti, unë them një nga enigmat e kësaj që ndodhi tani të sfundi, është se Irani dhe Trump ishin bisedime.
po zhvillonin bisedime, gjithë bota mori vesh se Trump, administrata Trump po zhvillon të bisedime për programin nuklear kryesisht, po edhe për ekonominë, edhe për çështje tjera që kanë bëjnë me marrëdhëniet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet europiane, shumë vende tjera janë kundër prodhimit të bombës nukleare, bombës atomike, po themi, nga Irani. Dhe gjithmonë, me të drejtë, them unë, që duke qenë se Irani e kanë doktrinën e vetë, dhe jo në fjalime, qëllimin për ta zhduk Izraelin nga faqja e botës, për zhduk një vend që është prej 2500, domethënë prej 3000 vjetësh, që ruan edhe identitetin, e ruan gjuhën, e ruan vendin. Izraelitët kanë perceptuar që bombën atomike këta e duan për të na zhduk ne, sepse është një gjë që mendohet thjesht, nuk e duan për qëllime tjera. Nga ana tjetër, pa ardhur tek bomba atomike, Irani dihet botërisht se ka sponsorizuar 3 grupe terroriste, të cilat kanë, si më thënë, në fokus të armiqësive pikërisht Izraelin, që janë Hezbollahu, Hamasi dhe këto Huthet. Prapa atyre qëndron gjithmonë një fuqi e madhe rajonale që është Irani. Tani, enigma, për tarë tek enigma, u çuditë se si Izraeli dhe Netanyahu u rebelua, apo i kanë shkel syrin njëri tjetrit, është vështirë ta thuash. Sepse u duk sikur ky sfidoi bisedimet. I ka shkel syrin kush? Jo, po them, Netanyahu duk sikur Netanyahu në pamjen e parë, në asaj që thuhet, e sfidoi Trumpin. E ka sfiduar sepse ishte në bisedime, ja hodhin nerë prezin, por nuk mund ta them, por një gjë ka ndodhur aty, sepse dhe gjithaj guxim nga Izraeli, pa patur në sigurinë e plot nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kalon për masat e Izraelit. Jo, ata janë fuqizuar, por duke si ka dhe shiko, e ka përfshirë. Tani fuqizuar preç edhe duke coptuar gazën këteja. Duke vrarë fëmijë dhe duke... E përfshin Trumpin ata. Është i përfshirë Trumpin, sepse në fund të herës e kanë njoftu një ditë përpara, nuk kjo është zyrtare. Pavarësisht se nuk ka marrë miratim, por ata thjesht e kanë vënë ndjeni, Shtetet e Bashkuara ka qenë të informuara se do kryen këto bombardime. Mendoj unë se Izraeli me ato kapacitetet jashtëzakonshme që ka, sidomos me Mossadin edhe me inteligjencën e vet, ka formuar një mendim për dobësitë e Iranit, sepse Irani duke i më i fortë se sa doli që është. Edhe sulmet, vrasja disa krerëve të inteligjencës e të ushtrisë, domethënë marrjen në zotrim e qiejve të mbi Teheran në një kohë kaq të shpejtë, jo se Irani është shtet i dobët, por duket se korrupsioni vetë, ato, si më thënë, pasojat që prodhon një lloj autokracie 40 vjeçare gjatë, që është edhe religjioze, por prapë se prapë domethënë krijon shumë probleme të brendshme të jetës brenda Iranit, domethënë i ka dhënë një mundësi Izraelit që të pikas dobësitë e këtij shteti, që u dëshmuan në këtë përpjekje, në këtë përballje. Tani e gjithë bota është Evropa, SBA-ja, gjitha janë të angazhuara që të ulin. E kam pyetje unë, edhe qëndrimi i SBA-ve dhe i... Por tani, ajo që bën përshtypje, duke i thënë gjitha këto, duke njoft drejtën e gjithkujt, se nuk mund të themi që Izraeli tani luajti mençe, sepse ata mos harrojmë gjë që Izraeli po nënshkruan të disa marrëveshje historike me disa vende arabe, po jo, domethënë. Bile në prag të sulmeve që terroristët Hamasit kundër atyre trive që po kërcenin e po vallëzonin atje, po ishte me sa jam informuar unë, po ishte në prag të marrëveshjeve dhe me Arabinë Saudite, të marrëveshjet abrahimike. I shtron dyshimin tani, po në fakt ky dyshim është pak i vërtetuar. Në rastin e Gazës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Trump kërkoi largimin e njerëzve, e palestinezëve,
Jo, është absurde, ajo është një absurditet. Po pra, po. Ajo politika imobiliare e Trumpit e kena folë këtu, ajo është një absurditet, po ajo është ka përcy. Që ta mbyllë këtë gjë? Ka përcy tua? është ka përcy se nuk mund të ndodhë kur, dhe që të heqesh një popull, dhe më thënë, s'ke si e heqë, është edhe, atë as kush se ka miratuar njërë, as një vend, as miqë të Izraelit, Po, genocidet të ka patur gjithandej. Nuk e kanë miratuar. Çfarosjet të tilla në historinë e njerëzimit ka patur plot. Duhet të them këtë gjë që. Pra, Izraeli po shkonte drejt njohjes marrëveshje me disa vende arabe, kishte vite që ishte bërë fakti kryer qeverisja e Gazës nga Hamasi. Ata qeverisnin. Në pavarësisht kishin shtetin, pavarësisht si më thënë, zyrtarizuar. E kishin njoftë si fakt të kryer. Tani, ndodhen këto ngjarje, të cilat kanë pas, do është shpytje mrapa, janë me shumë rrezik. Ashtu duket sikur Irani e psoi se u gjeti i befasuar, por rrezikun për botën e gjithë e ka më pas. Tani, Orsi, ju jeni pedagog, e dua në 2, maksimumi 3 minuta, cili ishte roli i SBA-ve dhe Rusisë sipas teje në këtë konflikt? Sepse shohim në mënyrë çuditshme që dhe Rusia, pas një bisede presidenti Putin me 50 minuta me presidentin Trump, edhe Rusia duke si po e braktis mikun e vet të madh dhe të vjetër, Iranin. Cili është mendimi ju? E dua sa më qartë dhe më thjeshtë. Rusia nuk do që të bjerë Irani, pasi rusët e panë se çfarë bën Amerikanët dhe Izraelitët në Siri, kur rrëzuan nëpërmjet Al-Qaidës, qeverinë e Bashar al-Assadit, dhe Rusia humbi një nga aleatët më të mëdhenj. Por është diçka tjetër që presidenti Trump, kur ka ardhur në pushtet në SBA, erdhi me sloganin America First, apo Amerika e para, por ai është nën presionin e vazhdueshëm të lobit izraelit, i cili kërkon patjetër që ta fusi Amerikën të bëj luftë terroriste kundër Iranit, sikur e detyruan Amerikën të bënte luftë më herët kundër Irakut dhe Libisë. Në këto momente që ne po flasim, Izraeli po bën luftë, sikur e thot edhe Netanyahu, në 7 fronte. Është shteti më kriminal që ka parë historia e njerëzimit që nga Gjermania naziste e Hitlerit. Në këto momente Netanyahu është duke vrarë me uri, sikur e ka njohur edhe gjykata ndërkombëtare penale, është duke kryer gjenocid në Gaza, ku ka lënë pa bukë 2 milion banorët e Gazës dhe i ka kërkuar Trumpit që këta 2 milion palestinës t'i zhdugëj. Në anën tjetër, Izraeli bombardon Sirin, bombardon Jemenin, bombardon Irakun, dhe sulmi më i fundit terrorist që Izraeli bëri kundër Iranit, është pjesë e luftës finale që zionizmi kërkon të bëjë, dhe sipas teorive biblike dhe mesianike, se Netanyahu është njëri i çmendur, ai beson se ai është luftëtari që do të sjellë Mesian, duke krijuar Izraelin e madh apo Izraelin biblik që xifutët e quajnë Eretz Izrael, ku ky Izrael do të shtrihet që nga Egjipti e deri në Irak. Por duke qenë që Irani ishte vendi i fundit islamik që ata nuk ishin mundur, ai ndërmori këtë sulm edhe pse presidenti Trump e ka refuzuar në mënyrë të vazhdueshme luftën, nga që një nga arsyet pse Amerika sot po falimenton si shtet dhe ka disa triliona dollar borxh, janë luftrat që zionizmi ndërkombëtar nëpërmjet kërcënimit dhe terrorit i ka detyruar presidentët e Amerikës. Dora e zgjatur e Izraelit ka hyrë edhe tek ju në Shqipëri, ne nuk duhet harrojmë për shembull se ish kryeministri e Shqipërisë Berishën non grata e bëri një çifut zionist, Antony Blinken, sekretari i shtetit. Ata kontrollojnë politikë. Ata kontrollojnë politikë. Sikur po bëjnë fushatën dhe nuk shkon kjo. Jo, është fakt. Për shembull, të gjithë diku kanë lindur. Orsi, ju jeni pedagog, intelektual. Të gjithë diku kanë lindur
Dhe diku jetojnë, dhe i sa vdesin. Dhe Zelenski është... Dëgjoj zoti Rakipi, Shqipëria... Zelenski. Zelenski, për shembull, është ebre. Ke akuzë për Zelenskin ti? Presidenti Putin ka thënë që të bëra pyetje për presidentin Zelenski. Është hebre. Presidenti Putin dhe këshilltari i tij Aleksandr Dugin dyshojnë që edhe lufta që bëhet në Ukrainë, dhe këtë e ka shprehur edhe patriarku Kirill, është luftë e çifutrisë ndërkombëtare kundër ortodoksisë. Pra, këto janë teori konspirative, pastaj që ne nuk i përdorim shumë në emisionin tonë. Ju nuk i përdorni, po i përdor bota. Bota le ti përdorë, bota është e lirë të bëjë çfarë doj. Bota ka liri maksimale. Më fal, duhet të them edhe diçka tjetër, që në Shqipëri çfarë po bëhet në këto momente, kryeministri Edi Rama është nga të paktët politikanë evropian, i cili po mbështet hapur gjenocidin apo holokaustin që Izraeli po bën kundër palestinezëve. Dhe për këtë arsye është edhe dekoruar nga lobi zionist, dhe ndër të tjera, vitin e kaluar kur Rama shpalli krimit e shtetit Bektashian, pasi ja kërkoi Izraeli si precedent për ndarjen e Sirisë që ata aty duan të bëjnë. Dejtë e Babamondi shkoka kjo punë tonë ju. Do me thënë, komplikuar bota ka i shumë sa hynë dhe Babamondi në këtë bisedë. E ka thënë Pascal Milo në studion tënde, zoti Rakipi, këtë gjë. Dhe kryeministri Rama ka bërë një deklaratë shumë të rrezikshme për ekzistencën e Shqipërisë, ku ka ftuar kolonët izraelit që të vinë edhe të vendosen në Shqipëri. Pra pyetja, se ikëm shumë, pyetja ishte roli i SBA-ve dhe i Rusisë. Ju tha që Rusia nuk do shkatrimin e Iranit, por pyetja ime është mos ndoshta e la në baltë Rusia, edhe me hallet që ka vetë tani mbi kokë, hallet e mëdha, mos ndoshta e la në baltë Iranin. Ishte pyetja që mund të jemi më shkurt, dhe Shtetet e Bashkuara thonë ju është në momentin e sionizmit të madh ndërkombëtar. Okej. Profesore, historia na ka treguar se ata president amerikan, sikur John Kennedy, që u quan kundër Izraelit dhe programit nuklear izraelit, do vriten. E para, e dyta është që Izraeli që kur krijoi bombën atomike, dhe është i vetmi vend në lindjen e mesme që ka bombën atomike, është vend që kërcënon të gjithë fqinjët e tij me bombardim atomik. Në vitin 1973, në luftën e Yom Kippurit, kur egjiptianët po fitonin kundër izraelitëve, kryeministria Golda Meir u përgatit që të bombardonte Kairo. Dhe mbani mend këtë gjë nga unë. Në qoftë se Izraeli do mundet në këto ditë, në këto momente që ne po flasim, Irani ka dërguar një breshëri raketash edhe dronësh kundër Tel Avivit, dhe ndoshta kur të mbaroj ky emision do të shohim gallat nga Tel Avivi. Në qoftë se Izraeli do ndihet që po mundet nga Irani dhe lobi izraelit nuk e detyron Trumpin që të hyjë në luftë, Netanyahu do të përdori atë që në doktrinën ushtarake izraelite njihet si doktrina e harrova, ka një profet biblik ata, ku Izraeli parashikon që në rast mundje nga një vend islamik, ata do të hedhin bombën atomike. Dhe në qoftë se pas 11 shtatorit amerikanët vran nga Afganistani deri në Irak 4.5 milion njerëz, ne nuk do të habitemi në qoftë se do shohim në muaj që do vinë, në qoftë se Izraeli përdor bombën atomike, që do të kemi vrasjen e rreth 2 milion iranianëve. Kolegët kanë ndryrje kaos. Dhe një super kaos në thamë që nuk do bënim këtë nuk do bënim të analizë që kush do fitoj luftën mes Izraelit dhe Iranit, që selam. Nuk e kemi, në fakt nuk e kishim, që kush do të fitoj luftën mes tyre, po do të lutem që ti t'ju përgjigjesh pyetjeve të mia. Dhe jo të... Po besoj se ju përgjigja, nga që në studio u thanë shumë gjëra të pavërteta. E para, u përdor ajo që njihet Hasbara, apo propaganda izraelite, ku të gjithë grupet e rezistencës të lindjes mesme, që nga Hamasi, Hizbullah, Huthit, irakianët u quajtën terrorist. Këto grupe nuk janë grupe terroriste, po këto janë
sikur partizanët shqiptarë që luftonin okupatorët. Edhe Bin Ladenin në thatë të ligjërata juaj në fillim, që i goxha i gjatë, ishte në administrimin e Amerikanëve. Nuk e kam përmendur në këtë emision, po është e vërtet që Bin Ladeni ka qenë agent i CIA-s amerikane, Unë do të jap videon, dhe ti e ke thënë në këtë emision. Do të jap pasi ta mbaroj emisionin, e the në një mënyrë me fjalë të tjera. Por jo, nuk ka problem, por është e vërtet që Bin Ladeni ka qenë agent i CIA-s amerikane. Sigurisht ka plot agentë amerikanë, rusë e tjera, të cilët mund të kenë qenë agentë njëjtë apo tjetrit vend, dhe pastaj janë me detyra dhe misione të tjera. Tani, do të përpiqemi të përmbajmë një skalete që unë kam ndërtuar. Nëse ne do të përpiqemi të themi që lindja e mesme është ari kulluar, Irani është vendi më i kulluar në botë dhe nuk ka patur terrorizëm, nuk ka pjell terrorizëm, këtu mbaron biseda. Unë nuk është që po e mbroj Iranin. Unë nuk po dalë me flamur për të mbrojtur Izraelin, por nëse ti më thua mua që terrorizmi nuk është pjellë e një pjesë e të rëndësishme të këtyre vendeve, dhe si sa profesoresha gjenë më të thjeshtë të mundshme që pasardhjes së Komeinit, Ajatollah Komeinit, fillon... Është ta fenomenës. Pas revolucionit islamik, fillon e keqja e madhe, qofse ju nuk e pranoni këtë, atëherë është... Jo, më falë... është problemi juaj. Jo, zotëri, ky është këndvështrimi izraelit. Është dhe këndvështrimi im që nuk njoh as izraelit. Dhe i sot. Nga shkenzoj historinë. Po ja, ekspertja, e cila nuk është... Një moment të lutem. As me origjinën, jo të lutem. Ekspertja, studiusja, e cila nuk është as me origjinën hebreje të Zelenskit dhe të Blinkes, deklaroj këtë gjë këtu, në studia. Po, i e di edhe unë jam ekspert se unë e jap historinë e lindjes mesme. Po të themi që nuk je. Po në qoftë se ti besh një ekspert i një anshëm, ne jemi detyruar. Zoti Rakipi, se ju e një më mëshuar se unë, po ju... A është në doktrinën e tyre zhdukja e shtetit të Izraelit si... A është në doktrinën e... Jo, është lajm i rrem. Dikush mund të futet fjala bie në faqen e Ajatullah Khomeinit, që quhet Khomeini.ir, dhe çfarë kërkon Irani, dhe slogani i tyre është rezistencë deri në referendum. Domethënë çfarë kërkon Irani? Irani kërkon që Izraeli të kthehet në shtet demokratik dhe palestinezët të bëhen në qytetar me të drejta të barabarta dhe në Izrael të ketë një referendum ku të caktohet natyra e këtij shteti. Kjo që pretendohet që Irani kërkon zhdukjen e Izraelit, kjo është hazbara, që quhet në çifutrisht, ose mashtrim që përdoret nga kryeministri Netanyahu, një vrasës dhe nga vrasësit më të egër të njerëzimit, i cili ka faj edhe për shkatrimin e marrëveshjes së Oslos, sepse ishte ai që nxiti në vrasjen e Yitzhak Rabinit. Vazhdojmë dhe me... Pra se ky Irani ka model demokratik vetë dhe do ta eksportojë në Izrael, pra. Izraeli është... Jo, Irani nuk... Irani e para është vend demokratik, ka parlament. Po ka varje më demokratik. Është më demokratik, është më demokratik se sa Shqipëria ku Edi Rama i vjedh. Po ka varje Izraeli për shembull është vend demokratik. Shumë demokratik. Si vend. Dhe gratë që u ngritën kundër Shamis... Po edhe ka varje militar, ka gratë që vritën në rrugë kundër Shamis, e të gjitha janë flasin për një vend demokratik. Është shprehje demokracisë. Dhe shprehje demokracie. Ato gratë që ju pat që u shuan në protesta. Më vjen keq. Po mirë, zotërit, shteti islamik në këtë rast, ky shtet islamik nuk ka lidhje me demokracinë. Edhe Malajzia ku jam unë shtet islamik, por është demokraci. Zotërit, thjesht islamik nuk është krim. Thjesht islamik do të thotë që ti beson në një filozofi. Edhe Turqia është vend demokratik edhe pse është islamik. Ka vende islamike që janë vende demokratike. Ne njëjmë demokracinë... Kujt i themi demokraci? Shtet laik. Ne njëjmë demokracinë si pjesë e shtetit sekular.
Po Turqia është vend demokratik, për shembull. Turqia, për shembull, gjeti një shtet sekular i cili po bëhet gjithmonë më shumë po merr trajtën e një shteti islamik. Por demokracia aty nuk kërcënohet nga islamizmi. Ashtu në demokracia nga islamizmi mendoj që kërcënohet në Afganistan, në Al-Qaeda sot, dhe në Iran, ku ligjet islamike janë ato sheriati. Janë ato që mbivendosen kushtetutës dhe ligjeve demokratike. Dhe ato mohojnë të drejtat e grave, mohojnë drejtat e pjesët popullore. Sheriati pastaj është diçka. Të cilat Arabia Saudite është ndryshe. Por jo në vetvete një shtet islamik është shtet jo demokratik. Këtu jam parim në dakord. Por kur sheriati, kur policia morale bën faktor kryesor i shoqërisë dhe mohojnë të drejtat e shoqërisë, votën e grave, votën e disa pjesë të popullsisë, atëherë ne nuk mund të themi që kemi të bëjmë me një shtet demokratik tipik, si shteti modern që njohim ne. Izraeli është më shumë shtet modern se sa shtet demokratik. Jam dakord. Por Izraeli në fakt, duke qenë Izraeli sipas Amnesty International dhe Human Rights Watch nuk është një shtet demokratik, por është shtet apartheidal. Dërsa sikur gjykatës ndërkombëtare penale është një shtet genocidal. Tani, në qoftë se këto organizata ndërkombëtare gënjejnë, atëherë po gënjej edhe unë. E para. E dyta, islamizmi nuk është kundër demokracisë. Unë këtu në Malajzi ku jetoj, Malajzia është shtet islamik, ka gjykata sheriati, megjithatë askush nuk e akuzon Malajzin për të qenë vend jo demokratik. Arsyeja se gjykata sheriati askush nuk e akuzon për të qenë vend pa s'ka lidhje me vend demokratik. Me demokracinë liberale, jo. Është vend demokratik, dhe është monarki kushtetuese. Me sheriatin e gjykatë nuk është vend demokratik. Tani mund të hyni në Wikipedia dhe mund të shikoni se si trajtohet Malajzia, por puna është një rubrikë që shkruhet nga një puna e Iranit. Jo, në qoftë se mund të rim të Irani. Puna është që ka shumë dezinformacion kundër Iranit. Të futim profesore në bisedë të lutem. Po sepse unë të thash në 3 minuta do më shpjegosh. Po të jemi racionale dhe të respektojmë. Vend demokratik është Rusia. Të respektojmë kolegët dhe të ftuarit e tjerë. Të respektojmë. Ato kanë regjimin. Atëre, profesore, pyetja ime është shumë e thjeshtë. Çfarë keni për çfarë tha gjatë foli për këtë problem, hyri në diskutim tjetër. Unë pyeta për rolin e SHBA-ve dhe Rusisë në këtë konflikt. Tani, unë do ngelem si thuash te roli i këtyre dy vendeve të cilat pretendojnë që të jenë superfuqitë e momentit. Sigurisht që Shtetet e Bashkuara janë superfuqia më e fortë dhe deri në ditët e deri pak para disa viteve kishin të bëni me një rend unipolar ku Shtetet e Bashkuara ishin ato të cilat konsideroshin si fuqia hegemone në nivel ndërkombëtar. Por ta filloj aty ku e lash, rendi ndërkombëtar ka pësuar një ndryshim shumë të madh në në shpërndarjen e fuqisë, po shikojmë rritjen në fuqi të shumë vendeve të tjera, të cilat duan të sfidojnë pushtetin e kësaj superfuqie. Është diçka tepër normale që përsa i përket vështrimit historik, sepse asnjë superfuqi apo një shtet hegemon nuk ka jetuar përjetësisht në historinë e botës. Sigurisht që perandorit kanë pasur, hegemonit kanë pasur si thua atë periudhën e rritjes, arritjen në pikun e tyre dhe pastaj rënien e tyre. Tani Shtetet e Bashkuara mundohen që si thua të mbajnë rolin e tyre në kontrollin e politikave ndërkombëtare, sepse kjo të përbën hegemon në fund të fundit. Kina mund të ketë një ekonomi shumë të zhvilluar, pa akoma nuk ka arritur atë nivel të sundimit, si thua të vendosis një kontrolli dhe jo në kuptimin e nënshtrimit, por të vendosis së gjërave sipas një rendi të caktuar. Pra, Shtetet e Bashkuara kanë ndikuar gjithmonë për zgjidhjen e konflikteve të ndryshme dhe kanë qenë në gjendje që të detyrojnë palët që të shkojnë në një drejtim apo në një drejtim të caktuar. Në rastin konkret, duket që Shtetet e Bashkuara me ardhen e Trumpit, i cili sikundër tha që është për paqen, është për vendosjen e paqeve dhe se ai ka të gjitha instrumentat dhe mjetet në dispozicion të tij
për të siguruar paqen në një kohë shumë të shkurtër. Mendoj që një pretendim tepër optimist, do të thoja unë, në kushtet në të cilat ndodhet bota sot, dhe faktikisht ai deshi që ta bëj këtë i vetëm, pasi u mundua që të zgjidhni problematikat e lindjes së mesme duke marrë atë rolin e leadershipit. E pam të shkojnë në Siri dhe të ulet me liderin sirian, pavarësisht asaj eksperiencës së tij me organizatat e ndryshme të cilat ishin pjesë e Shtetit Islamik, dhe që sot situash është në krye të Siris, por që edhe në këtë rast Trumpi, do me thëmë për të bërë një pasazh të vogël, Trumpi situash i pëlqen shumë rendi i luftës së ftohtë, ku të mëdhejt merren vesh me njëri tjetrin dhe në një mënyrë apo një tjetër imponojnë vullnetin e tyre dhe në pjesët e tjera të botës, ku ata ushtrojnë influencën. Pse e thash këtë? Sepse në Siri pati dhe një diskutim me palën ruse dhe janë rusët të cilët vërtet që pësuan disfat dhe u larguan nga Siria, po ata kanë ruajtur bazat e tyre ajrore dhe toksore në Siri dhe kjo si rezultati negociatë dhe bisedimeve dhe me Amerikanët. Po kështu dhe me Huthit, Trumpi pati bisedime dhe arriti të vendosi një marrëveshje, ndërkohë që Izraeli nuk e vizitoi gjatë vizitës së tij në lindjen e mesme, u mundua ta evitonte, ka përshtypjen edhe për shkak të polemikave të mëdha që përjeton në shtëpi për shkak të Gazës, pasi ka një sër situash fragmente të popullsisë të cilat janë të sensibilizuar për atë që ndodh në Gazë dhe janë të mobilizuar në forma nga më të ndryshme për të shprehur opinionin e tyre. Dhe në një mënyrë apo një tjetër, në një vend demokratik, duhet që dhe këta të merren parasysh, kështu që Trumpi në vizitat e tjera evitoi Netanyahun, ndërsa në këtë rast duket, për mendimin tim, Netanyahu me sulmin që bëri ndaj Irakut, një ditë përpara ndaj Iranit, një ditë përpara se do të zhvilloheshin raundi 7 i negociatat të dërguarit të Shtetit të Bashkuara me të dërguarin iranian në Oman, tregon që situash Shtetet e Bashkuara tashmë Izraeli situash nuk i pyeti dhe vazhdoi pikërisht në drejtimin e duke menduar që situata është në favor të tij dhe që Shtetet e Bashkuara do ta ndjekin. Jo më kot vazhduan edhe deklaratat e Trumpit, i cili Rubios fillimisht, i cili tha që ky ishte një veprim unilateral. Trumpi mendoi që për shkak të presionit, sepse dim që Trumpi është në një presion të vazhdueshëm, çdo gjë që thotë dhe bën komentohet në mënyrë të gjerë në rrjetet sociale apo dhe në të gjitha ambientet mediatike. Megjithatë, sado fakti që diskutimet ishin që Izraeli nuk e pyeti Amerikën dhe menjëherë Trumpi tha, sa mirë, tha, kjo tha shkon në drejtimin tonë, tha, sepse tani Irani do ta kuptojë më drejt nevojën për arritjen e një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për zgjidhjen e problematikës së pasurimit të uraniumit. Dhe në këtë kuadër do ta shikoja në kuadrin e përgjithshëm që hegemonët po humbin atë fuqi kontrolluese në pjesët e ndryshme të botës dhe influencën që ata kanë dhe pikërisht kjo është një shfaqje e tillë. Duket që Trumpi prap do të vazhdojë në atë drejtim, sepse qëndrimi që, domethënë, diskutimi që ai pati mbas bisedimit me Putinin ishte që duhet të arrijmë një marrëveshje, me thënë vazhdon të besoj që të mëdhejt duhet të merren vesh për të zgjidhur konflikte të ndryshme në pjesë të ndryshme të botës, por kjo gjë që po bëhet gjithmonë edhe me vështirë, se po shikojmë që ka dhe fuqi të tjera të cilat kanë filluar të zhvillohen, siç është Kina, e cila ka deklaruar që do të jetë superfuqia e parë e botës në vitin 2049, që është dhe 100 vjetori i Republikës Popullore të Kinës, dhe faktikisht Kina mendohet që është një fuqi ekonomike, por në konfliktin Pakistan-Indi u pa që edhe
nga pikpamja ushtarake është tepër e zhvilluar dhe madje mundet të konkurrojë me Shtetet e Bashkuara. Nuk po hymë këtij konflikti që ishte gjithashtu dhe një konflikt mjaft i rëndësishëm në pjesën e Azisë juglindore dhe vuri përballë dy fuqi bërthamore siç është Pakistani dhe India, dhe ku Shtetet e Bashkuara u rreshtuan në krahun e Indisë, ndërsa Kina në krahun e Pakistanit. Dhe zhvillimet dhe përdorimi Në këtë rast si Kina si Rusia në bëjnë thirrje për dialog, nuk është se janë rreshtuar në krah të Iranit. Jo, nuk janë rreshtuar në krah të Iranit, ato problemi është që Rusia pak më përpara nënshkroi një marrëveshje të bashkëpunimit strategjik me Iranin dhe nuk di se si do ta përdorin këtë marrëveshje që nënshkruan pak më shumë. Pak më përpara. Po, preç, tani të racionalizohemi pak më të sintetik që të... Që të thotë Rusia? Rusia ka bërë vetë atë që bëri. S'ka se si banë qëndrim ndryshe, sepse Rusia ka sulmuar një vend bile pas një pretekst. Një lloj si Izraeli. Këtu gjenë një pretekst. Tekst kishte, si kishte pretekst? Jo, po them pa, Rusia ka sulmuar dhe sulmuar për natë. Ka 3 vjetë tani. Ka 3 vjetë që bën këtë punë dhe Izraeli dje e filloj, thoj. Dje e filloj. Që të thotë? Bile Rusia ka marrë dhe vazhdojnë të marrë, ka marrë gjatë gjithë kohës, edhe në kuadrën një marrëveshje strategjike që nënshkruan bile brenda në janar të këtij viti me Teheranin, edhe për bashkëpunimin e gjerë, edhe për ushtarak, prodhim armatimesh, mjetësh. Këto dronet iranian janë dronet që përdoren më dendur kundër. Kam një pyetje që... Pra, e kam fjallën që që do thot, ata gjithë... Nuk i intereson Putinit, vetëm i gjithë... Kam një pyetje që është me rëndësishme... Vetëm i gjithë vogël. Po e pra... Se bota... Po bëj një pyetje konkrete dhe... Jo ti, po mi idheni... Po themi gjë konkrete që Rusis nuk i intereson të kjo gjë, në asë një farë mënyrë, por nuk ka fuqi për të marrë qëndrim tjetër, sepse dhe kjo është një zhvillim që e diskrediton atë që po bën vetë Rusia, se të sulmosh, se të bombardosh një shtet tjetër është një gjë. Presh me jeti tani dhe profesorja dhe Yazid Gjiu është raportuar gjerësisht se Donald Trump, në gjithë botën, një lajm që pushtoi median e botës, Donald Trump nuk ka dhënë lej për vrasjen e liderit suprem të Iranit Ayatollah Khomeinit. Spekulim. Ja, nuk është spekulim, ajo vazhdon u transmetuan gjithë botën. Spekulim që nuk... Po ndoshta nuk ka interes të ndryshojë regjimin. Ka lëshuar vetë shtëpia e Bashkit, thashë them, Trumpit dëshiroi. Si do thushti t'ja Po i kanë thënë, pra e kanë pyetur izraelitët. Netanyahu për gënjeshtroi. Është gjë nga më çuditshme që më. Dhe Trumpi nuk e konfirmoi asnjë. Kështu që për mua është spekulim, nuk ka lidhje. Se kjo hap një precedent, se të filloj tani që të vritin kreret, si do që janë zgjedhë në mënyrë demokratike, jo demokratike, nuk është, çdo shtet ka mënyrën e vetë organizimit. Ka përshtypjen precedentin që të vritin kreret e shtetit, nuk tani bëhet në muj. Median më të rëndësishme të botës, që... Ajo është një lojë për mendimin tim, farë që po them, bëhet një lojë se tani, me qenë se e gjetën pak dobët Iranin tani, edhe po bëjnë një, sepse është ajo që tha dhe zonja, që praktikisht Trumpi tani po pret që të mbledhi frutet e kësaj që ndodhi, sepse e ka bo gati, si pas pikpamjes të Iran, që tërzohet për një marrëveshje. Te ju është dëgjuar ky lajm? Që Trumpi nuk ka lejuar të goditet Khomeini. Po, këtë lajm e ka transmetuar CNN-i, BBC-a, burimi është nga Reuters, është lajm i besueshëm. Dhe ka dalë nga Departamenti i Shtetit Amerikan, dhe arsyeja pse Trump nuk ka lejuar Izraelin të vrasë Khamenein është e thjeshtë. Arsyeja pse Irani nuk zhvillon bombën atomike, që unë mendoj është një gabim shumë i madh. Unë po t'isha në rastin e Khameneit, unë do t'a kisha zhvilluar bombën, po, sepse Netanyahu është një qenë i tërbuar. Mund t'jesh në këtë detyrë me këtë mendim që ke, se s'të zgjedh njeri. Dhe e di, s'më zgjedh njeri. Po pra, se të zhvillosh bombën. Po i vjedhin patronazhistët botat në Shqipëri. Dhe puna është... Në Shqipëri, thash, i vjedhin patronazhistat botat, nuk më zgjedh njeri mua.
Tani të dalin dhe se po bëjsha... Për ndryshe të ishe zjedhër. Do me thënë ti do ishe zjedhër, po të mos ishe... Tani dalin të Disa njërës kanë Khamenei. mendimin këtu që mund të zgjidhen. Tani dalim të Trumpi dhe Khamenei. Arsye pse Trumpi e ka refuzuar vrasjen e Khamenei, është se Khamenei është arsyeja pse Irani nuk ka bombën nukleare. Se ti po e bën dhe Khamenei tani agent të Amerikanëve. Po nuk është agent, është Se për të i nuk e bën bombën, do thotë është agent Amerikan. Jo, ndoshta nuk është Trumpit i agent intereson të Amerikan. ketë regjim. Te mund, mendoj unë për shembull. Këtu. Në vitin 2003, Imam Ali Khamenei ka nxjerrë një fetva, që është verdikt fetar, ku ai e ka bërë haram zhvillimin e bombës atomike, sepse sipas filozofisë islamike të Khameneit, po, përdorimi i bombës atomike është krim kundër njerëzimit dhe është i dënueshëm nga Kurani, dhe për këtë arsye ai ka ndaluar përdorimin dhe prodhimin e bombës. Irani mund ta prodhojë bombën atomike sepse ka të gjithë teknologjinë. Irani me Korenë e Veriut dhe me Libin, të tre këto vende e zhvilluan programin e tyre nuklear në vitet 2000 dhe ju dha programi nuklear ju dha nga Pakistani, nga babai i bombës atomike Ayub Khani, dhe Khamenei ka dhënë fetva sepse thotë këto janë armë të shkatrimit të mas dhe në qoftë se këto përdoren mbriten njerëz të pafajshëm. Por unë mendoj që Khamenei është gabim, sepse në qoftë se Irani do e kishte bombën atomike, Izraeli dhe Amerika nuk do ta kishin sulmuar. Por në anën tjetër, Izraeli, duke patur bombën atomike, i ka terrorizuar të gjithë vendet islamike dhe i mban në dhunë, dhe në librin Fighting Terrorism, që Netanyahu ka shkruar në vitin 1995, ai thotë që ne duhet t'i luftojmë vendet islamike dhe mos t'i lejojmë ato që të zhvillojnë bombën, se në qoftë se ato zhvillojnë bombën, ne nuk mund t'i mundim ato. Dhe ata do thonë që ndihma e Allahut erdhi. Vendim për të gjithë pjesëmarrësit të ftuarit, përgjigjja nuk do të jetë më shumë se 1 minutë, maksimumi 1 minutë e 30 sekonda. Me që jemi bashkë, do të kaloj profesorën për ta pyetur për këtë pyetje, për pse Trumpi nuk dha lej për vrasjen e Khomeinit, por me që jemi bashkë... Khamenei. Khamenei, jo Khomeini. Khomeini ka vdekur një të... Khamenei, po një lloj janë ata, Khamenei, një lloj i kanë emra. Çfarë roli kanë vendet e tjera arabe të rajonit tani? Dua të më thuash për 1 minutë. Çfarë roli kanë vendet e tjera, apo thjesht janë spektator? Çfarë? Filan këtë qendrim këtu? Vendet e tjera arabe të rajonit janë të gjitha me Iranin. Arabia Saudite, Katari, Emiratet Arabe, të gjitha kanë dalë me deklarat ku kanë denoncuar agresionin e Izraelit, por politikisht ato nuk mund të ndërhyjnë në konflikt, nga që kanë frikë sepse e dinë që nëse ato do të ndërhyjnë në konflikt, Izraeli dhe amerikanët do t'i kthejnë në fokën e gurit. Por vendet arabe e dinë se në momentin e parë që do të bjerë Irani, Benjamin Netanyahu me ekstremistët qifut që ai ka në qeveri... Ta heqim të fjalën qifut të themi ebrej, si ndoshta e thua me kuptimin pejorativ, po nuk përdoret në botën civile... Unë përdor termin e Robert Zvarsit, përkthyesit më të shuar qifut në Shqipëri, i cili në librin Qifut ka e Toledos, popullin e tij e quajnë qifut. Po nuk ka një kuptim pejorativ. Ebrej të themi nuk na pengon. Mirë, përdoret. Dakor. Jo, më fal, unë ndjek qifutin më të shuar të Shqipërisë, Robert Zvarsin. Në qoftë se ai i urren veten e tij, edhe unë s'kam çfarë t'i bëj. Dhe dua të them këtë, që vendet arabe janë të shqetësi. Urrejtja që mund të kemi për një njeri, për një popull, për një komp, po nuk është pejorativ deri atje sa të përdorim fjalët pejorative. Ti e di tani, me vendimet e tua i merr koka tende, kupton, nuk i marr unë. Mund të përdorim fjalën hebrej. Jo, po është historikisht gabim, se nuk janë hebrej ata. Atëre kam unë gabim, nuk janë hebrej.
Të kalojmë tani, të lutem, të mbajmë, do të djekim të parim se unë kohën e kam kufizuar ti. Profesor, edhe njerë, është për Donald Trumpin, pse, thoni ju, aji nuk ka dëshirë të vritet Ajatollah Khamenei? Khamenei, thonë, saksishtë? Khamenei është pararsi Khamenei. Pararsi. Ani nuk ditë të them se qëfar ka pasur në mëndje Donald Trump që ka thënë... Sepse a i ka dhe gjera shumë çuditshme. Ka dhe gjera të çuditshme dhe nuk ditë sepse ka menduar, po kam përshtypjen që si kundër dhe e thash, jam me mendimit që Donald Trumpi po mendonte ta zgjidhte nëpërmjet një marrëveshje e paqe e këtë konflikt, sepse ka zhvilluar 7 raunde negociatash. Nuk duket shumë e vërtet. Dhe ndërkohë ka zhvilluar gjithë këto takime, po ka zhvilluar gjithë takimen me Sirinë e tjera dhe ka arritur të vendosë marrëveshje. Gjithse e them unë nuk duket e vërtet kjo nga mënyra se si Izraeli vazhdon të sulmoj dhe të vrasë fëmijë në Gaza. Kjo më duket... Ky është një genocid. Qa lidhje kishte kjo me vrasën e... Po mënyra se si tani i kanë bërë atë, i kanë rrethuar ata... Jo me kamin, kjo. I kanë rrethuar aty buzdetit e ta dhe i lënë dhe pa bukë. Është një lojtë mes... është një genocid masiv. Mes Trump. Që mund të shkojë për shtatë një ides pastrimin Gaza. Ai ndoshta nuk do më, do të jetë ky aty gjithmonë. Dhe ky regjim. Ose dhe ajo mund të ketë një gjë të vërtet brenda që nuk e prodhon bombën, nuk do, bëjnë sikur do bëjnë bombë dhe nuk bëjnë. Atë që ka Jazergjiu. Me gjitha të ti ikim këti momentit, mos t'jem pa tani. Nuk e di që sigurisht që ai mund të ketë dënuar bombën atomike, por Netanyahu në sulmin që mori gjeti një justifikim dhe tha që u mbështet tek vendimi i Agjensisë atomike, e cila është ajo agjensia e Kombeve të Bashkuara, e cila kontrollon funksionimin e të gjitha pajisjeve dhe strukturave bërthamore, që kanë teknologji bërthamore. Dhe ta një të mbaroj, mbas 20 vjetësh që ata janë prezent në Iran dhe kanë kontrolluar vazhdimisht me thënë këto instalacionet e zhvillimit të pasurimit të uraniumit, kanë vërrejtur që ka një rritje këto kohët e fundit të pasurimit të uraniumit. Atere, Netanyahu, ndosë edhe për këto duhet thënë, që ka që nga 2015 kemi historinë e armëve të shkatrimit në masë të Irakut që është përshërbeu si precedent për ta pushtuar dhe pastaj raporte dolën që kjo është agjensisë ndërkombëtare të faktikisht Irani ka bashkëpunuar goxha me këtë agjensi dhe në fakt përfaqësuesit e saj janë akoma në teren dhe mbikëqyrin ato sajtet e pasurimit të bërthamor. E këtij rasti është pra shërbeu si pretekst kjo gjëja. Sigurisht që edhe thash që ky ishte një, si thua, pretekst për të thënë që pasurimi është përshpejtuar dhe kjo mund të krijojë mundësinë që Irani për një kohë të shkurtër të zhvillojë bombën atomike. E ka thënë që në 2015 Netanyahu dhe faktikisht ai tha që për 15 ditë e zhvilluan, ndërkohë kanë kaluar kaq kohë që Irani ende nuk e posedon këtë armë, për shkak edhe të faktit që Irani është pjesë e marrëveshjes së mos përhapjes së armëve bërthamore, të cilat është një marrëveshje firmosur nga 191 shtete që në vitin 1970 dhe kjo ka krijuar mundësinë e kësaj agjencie të mbikëqyrit të gjitha programet që zhvillohen në Iran për sa i përket pasurimit të uraniumit. Sigurisht që pasurimi ka arritur 60%, do thuhet që dhe nuk është rasti i parë, kemi dhe rastin e Pakistanit apo dhe të Indisë, që kërkohet që pasurimi i uraniumit të shërbejë për qëllime civile, pra për prodhimin e energjisë elektrike. Por ka një por të madh që shpesh herë të gjitha këto, jo vetëm bërthamoret, por edhe instalacionet të tilla të prodhimit, për shembull të larsit e enëve, mund të kthehen në armë të shkatrimit në masë, sepse teknologjia është shumë e afërt. Pra nëse ti zotëron teknologjinë e pasurimit të uraniumit për qëllime civile, shumë shpejt ti mund të
kenë në një të kohë dhe në dorë armë bërthamore. Po kështu edhe në arsin e enve mund të arrisësh në dozë dhe ajo bëhet një armë e shkatrimit në masë. Sa më shkurt, edhe njerë, do më thënë, më shkruan dikush që ka jetuar në vendin ku jeton tani Olsi, që vendet arabe nuk është atje vërtet që e duan Iranin. Unë e thash dhe në fillim që ato po fërkojnë barkun, që është një luftë e gjatë ideologjike ndërmjet shiitëve dhe synive. Nuk futemi më këtu. Tani unë kam dy pyetje të fundit, të cilat besoj janë të rëndësishme. Po, çdo të thotë ky konflikt për rajonin, si pas jush, 1 minutë Olsi, a mund të përshkatëzohet apo zgjerohet ai? Për rajonin njerë? Tani, në qoftë se ndjekim deklaratat e ministrave ekstremist Benjamin Netanyahu, sikur Bezalel Smotrich dhe Ben Gvir, ata thonë hapur që ne duhet të krijojmë Izraelin e madh, që do të thotë që Izraeli pasi ta mundi Iranin, dhe arsyeja pse vendet arabe kanë dalë me deklarat kundër bombardimit, është e vërtet që ato nuk e duan Iranin, nga që Irani është demokrati dhe republik, nuk është diktaturë, dhe prandaj ato nuk e duan. Tani unë mund të rri me ju deri nesër në sabat dhe të argumentoj që Irani është demokrati dhe ju do të refuzoni, po nuk i hym këtij debati. Por vendet arabe që kanë denoncuar ndërhyrjen e Izraelit në Iran, nuk është se duan Iranin, por ata e dinë që po ra Irani, më pas Izraeli do të shkatroj vendet fqinje arabe. Dhe në këto momente që ne flasim... A mund të përshkatëzohet kjo luftë? Tani, ne do shohim se si do mbyllet lufta. Opsioni i parë është që nëse Trumpi do ndërhy, do kemi armë pushim dhe kjo do jetë arritje më e mirë. Opsioni i dytë në këto momente që ne po flasim, Izraeli ka mbyllur kamerat e Al Jazeerës, BBC-s dhe mediave ndërkombëtare, nga që Irani është duke e bërë shosh portin e Haifës me raketa, dhe në qoftë se Irani do të shkaktojë dëme që Izraeli nuk i përballon dot, Netanyahu mund të përdori bombën atomike, dhe izraelitët e kanë pjesë të doktrinës së tyre që quhet doktrina e Samsonit, dhe ata do të përdorin bombën atomike, ku do të vrasin me miliona iranian dhe më pas. Po pse Netanyahu e pyet Donald Trumpin ta vrasë udhëheqësin iranian dhe nuk e pyet ta përdor bombën bërthamore apo jo? Ajo është pyetje shumë e mirë që unë nuk di se si ti përgjigjem, por është në doktrinën izraelite. Domethënë, kush të doj mund të lexojë për shembull se si Golda Meir në 1973 kishte planifikuar që të bombardonte Kairo. Dhe izraelitët besojnë në teorinë biblike të Armagedonit, ku ata besojnë që përpara se Zoti të zbresi Meshian, se ata nuk e pranojnë Jezu Krishtin si Mesia, prandaj si Kisha Katolike si Islami i quan popull i mallkuar, se ata besojnë që në mënyrë që Zoti t'i fali xifutët dhe të zbresi Meshian, ata duhet të mposhtin Ishmailitët, që quhen muslimanët, se ne rrjedhim nga Ismaili, dhe për këtë arsye e kemi edhe festën e Kurban Bajramit, se Ismaili ishte djali nga gruaja e dytë e Ibrahimit nga Haxhireja, dhe ata besojnë që përpara në fundit të kohës, ata do t'i zhdukin Ishmailitët dhe judaizmi do triumfojë. Dhe në qoftë se ata e mundin Iranin, pastaj plani është që ata do të pushtojnë Jordanin, sikur kanë pushtuar pjesë të Sirisë, por do të pushtojnë akoma edhe më shumë, do pushtojnë Egjiptin dhe Irakun dhe Arabinë Saudite, dhe më kryesorja do të shkatrojnë Xhamin Aksa dhe do ndërtojnë tempullin e... Do të nuk bëga Izraeli fuqia më e madhe e botës? Është ja marrë dhe Amerikë. Po, dhe mund të shohësh edhe në universitet. Jordania është një vend që shkon shumë me Izraelin, madje është administratorja e qytetit shenjtë. Me Jordanin thotë Abiliga s'ka lidhje sepse shkojnë shumë edhe me Arabinë Saudite s'ka konflikt. Nëse ka një fuqi regionale që mund ta konkurrojë Izraelin me fuqia, nuk është as Irani. Më fal, unë zotit Abilega i sugjeroj të hynë në faqen e Ministrisë Jashtme të Jordanisë, ku pasi Izraeli pushtoi territore në Siri,
Ministria e Jashtme e Izraelit botoi një hartë të Izraelit biblik, ku Jordania tregohej pjesë e mbretërisë së Judea dhe nuk garancia, është bisedë shumë e gjatë, po përndryshe ministri Belazel Smotrich i Netanyahut ka deklaruar që Jordania nuk duhet të ekzistojë si shtet, pasi ajo është pjesë e mandatit të Palestinës, dhe ata akuzojnë Winston Churchillin për krimin e Jordanisë, se Jordania u krijua si buffer state dhe dihet që mbreti Abdullah është nipi i tradhtarit Sherif Hussein, i cili tradhtoi Osmanët dhe u bë me Laurentin e Arabisë. Dhe aty të ty tani po gdhinë dhe këtu jemi në orë që popullata fle, Orsi. Linjës mesme. Jo më kot pas luftës së traditë, se këtu e Jordania që të administron dhe qytetin e shenjtë. Nuk është më kot, sepse ka mbështetjen e gjithë perëndimit. Zotja Bilekaj, bregu perëndimor, Zotja Bilekaj, bregu perëndimor, deri në 67-ën ka qenë tokë jordaneze. Dhe Xhamia Aksa ka qenë tokë jordaneze. Pra, Izraeli ka qenë administrimin jordanez deri sa filloi lufta e 7 tetorit 2023. Pyetja e parafundit. Okej, po të në arabe dakord, përshkallëzove ti, më thënë edhe një luft që më ndodh aty, po për botën, a ka realisht shqetësim për luftë bërthamore? Ka një shqetësim shumë të madh, sepse në qoftë se do të hidhen bomba bërthamore në Iran, përveç vrasjes, do të kemi edhe një ndotje nukleare të gjithë lindjes mesme dhe do dalin deri në MSD. Nga vendet më të shqetësuara këtu janë Rusia, por në anën tjetër duhet kujtojmë edhe qeverit evropiane, që nga Franca, te Spanja e të tjerë, të cilat në kundërshtim me ministrin grek minoritar të jashtëm që ne kemi Igli Hasanin, i cili po mbështet Izraelin në agresionin e tij kundër palestinezëve dhe kundër iranianëve, qeverit e Evropës janë të shqetësuara dhe po kërkojnë për izolimin e Izraelit, për ndërmarrjen e masave kundër qeverisë Izraelit. Në anën tjetër kemi gjykatën ndërkombëtare penale e cila ka lëshuar urdhër arresti për kriminalin e luftës Benjamin Netanyahu, dhe shqetësimi nuk është vetëm me Iranin, por shqetësimi më i madh që ne duhet kemi në këto momente është holokausti që po bëhet në Gaza, ku Shqipëria për turpin e shqiptarëve po përsërit gabimet e kohës regjimit fashist Mehdi Frashërit, kur Shqipëria u bë aleate me Gestapon dhe me Hitlerin, po se ka qenë kryeministri i qeverisë fashiste Quisling. Po, dhe në kohën kur shqiptarët me divizionin SS Skënderbej arrestonin Çikutët dhe i çonin në përkampet për qëndrimit, Edi Rama sot është kthyer në një shëfqet vërtet. E fundit që mos mbaj më tepër se aty është duke gdhirë, çfarë ndikimi kanë patur këto sulme mbi çmimin e naftës dhe në ekonominë globale? 1 minutë vetëm. Edhe kaloj edhe në një pyetje të miqtë e mi të ftuarit tu dhe e mbyllim. Deri tani çmimet janë rritur, por janë rritur pak. Megjithatë, Irani ka njoftuar se nëse sulmet e Izraelit dhe Amerika do ndërhyjnë luftë, Irani do të mbylli kanalin e Hormuzit, ku kalon 30% e naftës botërore. Si quhet ky kanal, po se lexova? Ngushtica. Që na kushton dhe ne shumë. Dhe kjo do të sjellë që Shefqet Kastrati çmimin e naftës nga 1700 lekë që mund ta keni ju, do ta çojë në 5000 lekë, se do thotë s'kam çfarë të bëj se u ngrit nafta në bursë, por në qoftë se Irani me të vërtet mbyll kanalin e Hormuzit, atëherë do të bëhet qameti, se do ngrihen çmimet e naftës, çmimi i gazit. Mund të mos bëhet orësit e qameti, se këtu kanë, se tim ndoshta ke kohë s'ka ardhur, kanë bërë të gjithë nga 2-3 makina, dhe sikur të vinte edhe pak kohë 5000 lekë, kjo nuk ishte keq. Të mbylleshin një pjesë e mirë makinave, shpëtonim nga mushkrit. Shpresa e vetme tek ju në Shqipëri do të ishte nëse Arlind Qori bëhet kryeministër dhe sillet si Ayatullah Khomeini, nacionalizon naftën e Marinzës dhe ja jep naftën e Marinzës që e vjedhin bankierët zionist
të Bankers Petroleum. Do më thënë, Arlin Qori do t'i mund të kthej këtë naftën tonë për veten tonë, të ambajnë për vete. Dhe të mos marrim naftë nga kanali... Si quhet ky? Hormuzit. Të mos marrim naftë nga kanali Hormuzit. Arlin Qori është si kur e nërhoqa. Falenderoj, Orsi, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi që folëm bashkë të gjitha. Mendime të kundërta, se në qoftë se s'ka diversitet, me mendime të ndryshme, diversiteti e zhvillon këtë botë, ndonjëherë ty dhe nuk të duan, nuk të pëlqejnë të gjithë tonë, pse e mirëni atë e gjithë. Po ne jemi në punë tonë, ne pyesim të gjithë njerëzit. Ma ne kënd botës, dhe botës tonë shqiptare dhe po dhe të uaj, dhe bëjmë popullata pastaj i jep vendimet e veta. Dëgjoj ty, dëgjon dhe këta këtu tjerë të gjithë dhe thotë bën konkluzionet e veta, faleminderit shumë. Salam aleikum. Ditën e mirë, the mund tani se... Unë flasë turqisht, them salam aleikum. Salam aleikum. Okej. Eyvallah. Natën e mirë. Është një shqiptar që thotë selam aleikum, falsa. Ne po tani, dhe do thotë ai fetare. Se ai është fetar dhe Ne jemi shtet. Muslimanët në Shqipëri. Po më nuk e njeh ai përderisa nuk jeton këtu, nuk e njeh shumë këtë shtetin laik tani. Okej. Jo, ne nuk kemi... Atëre, se ai është edhe shtet islamik ai. Në besimin islam. Dhe Malezia, është shtet islamik. Kemi përkthyer. Jo, e di me di. Tani, Di se ç'është. ky konflikt për rajonin tani, zonjë, ka problemet më dha për rajonin dhe pastaj për botën apo jo? Sipas jush, ç'është mendimi juaj? Tani, problematikat e këtij konflikti do të shikoja në përgjithësi, në rast të parë e kemi theksuar që nga fillimi që ka të bëjë me pasigurinë në rendin ndërkombëtar dhe faktin që superfuqitë nuk janë më në gjendje që të kontrollojnë zhvillime të tilla në pjesë të ndryshme të globit, dhe sepse nuk është vetëm rasti i sulmit ndaj Iranit, por është edhe rasti i Gazës, është edhe rasti i Ukrainës dhe në shumë qendra të tjera të cilat ne nuk është e kemi shumë vende konflikte në kontinentin afrikan, për të cilat situatë vazhdojnë dhe nuk është e vështirë që të gjendet një zgjidhje. Sigurisht që problematikat të tjera lidhen me faktin që ky konflikt sjell në vëmendje dhe çështjen e armëve bërthamore. Dihet që armët bërthamore janë krijuar për të parandaluar konfliktet dhe për të mos u përdorur, sepse përdorimi i tyre krijon atë që për botën. Dhe ndërkohë sigurisht që kjo ka sjell dhe një problematik në politikën e jashtme në nivelin ndërkombëtar, sepse unë do thoya që ne nuk folëm fare për rolin e Bashkimit Evropian apo dhe të europianëve, të cilët janë lënë mënjan. Po bjerë pak, di pse se hapa unë këtë, se përfiton të orë si kur bjerë me Izraelin janë bërtitë. Europianët, problemi është që... Kundër Iranit, po dhe me Izraelin. Tani, europianët në fillim, po në qoftë se do t'i referojnë për shumë presidentit Macron, a ishte për, duke parë se çfarë po ndodh në Gaza, a ishte për njohjen e Palestinës, dhe faktikisht për para 3 ditëve u propozua nga Macron së bashku me Arabinë Saudite, që të mbaheshte një summit dhe të diskutohej për shpalljen e pavarësisë së Palestinës. Por faktikisht me ndodhjen e sulmit edhe Macroni, si thua, doli në krah të Izraelit duke pasur atë problemin që krijohet nga fakti që Irani mund të posedojë armën bërthamore dhe kjo do të bënte një rrezik për Europën apo dhe për gjithë të tjerët. Ndërsa Shqipëria atë rreziku apo dhe rajoni, si thua, ka të bëjë me lidhjet që ajo ka me këto superfuqi apo me organizata të rëndësishme siç është NATO, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe roli që ata luajnë për problematikat e rajonit, të cilat në një mënyrë apo një tjetër mund të lidhet dhe ne kemi pas shpesh herë të lidhura, për shembull fakti mujahidinëve që erdhën në Shqipëri ishte pikërisht që ne jemi pjesë e këtyre koalicioneve, të cilat në një mënyrë apo një tjetër na involvojnë dhe që dhe na përdorin ndonjëherë si mender tani Donald Trump kishte thënë që në Ballkan të vinë gjithë refugjatët që zbohen nga Amerika. Dhe kjo tani që ta ha njërin botë të... Tani problemi është kur jenë në një klub, do t'i marrësh dhe të mirat dhe të këqijat. Po këtu vetëm të këqijat si edhe. Preci dhe
konkludojmë. Ky konflikt, kjo luft, nuk ka potenciale që të shtrihet. Që të shtrihet, nuk ka potencial. Edhe ajo, Izraeli nuk mund të shkojë për te kësaj, sepse po të shkojë puna për të përdorë bomba atomike, ata s'mund të lëvizin me asnjë centimetër pa miratimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Unë mendoj se Izraeli e ka bërë këtë që bëri me një shkelje syri nga, nuk e ka bërë thjesht me vetë. Sepse një gjithën kohë dhe atë që bëndë në gazë. Ky, pra nuk, qoftë në rajon atje ku është, qoftë edhe në rajon e Balkanit. Balkani, Shqipëria është vendi natës, as nuk qësë... Mendoj që Izraeli pasi shkatroi Hamasin, Hezbollahu, goditi Huthit, tani godet dhe Iranin deri dhe mund të vazhdoj luftat deri në rrëzimin e Ayatollahu. Ayatollah Khomeini. Se kështu Izraeli e shef mënyrën për të shkatruar gjithë linjën e armiqve të ka që kulmojnë në Teheran. Po të mbështetur fort të nga Shtetet e Bashkuara. Të kulmojnë të... Izraeli mbështetur nga Shtetet e Bashkuara nuk shqiptohet. Dhe pasi të... Dhe po të ndërgëzoj regjimin. Pra, Izraeli mendon që qetësia të paktën e përkohshme në rajon do të vi pasi këta të rrëzojnë regjimin atje, që është burimi i të gjitha të këqijave, i gjithë organizatet terroriste që përmendëm, për të cilat dyshohet se i financon Irani. Kjo është këndvështrimi izraelit. Qartë. Se ju bëtë mi që e morë të se duhet e këndvështrimi tjetër. Po këndvështrimi tjetër... Se ka rezik se sa ndikon kjo brenda në Iran, mentalitetin opozitar të Iranit, ne do të jemi në emisione tjera. Dhe e dyta që për herë të parë është çara ajo rrjeta e Izraelit, mbrojtës e Izraelit kundra Iranit. Është hera e parë që ne do të jemi, sigurisht që do të jemi, luftat besoj do të vijojnë, nuk do të mbarojnë sot, dhe ne do të jemi në emisione tjera për të folur më qartë dhe më gjerë. Nderuar teleshikues, faleminderit. Kjo ishte pjesa e dytë. Se popullata ka ndenjur tani zonja Bazi që na ka ndjekur. Një pjesë, se të gjithë tani kanë fjetur një pjesë e mirë e popullatës, po ajo që ka... Po rrisë, më interesant... Paktën ne këtu, aj sa kuptojmë ne, se mund të kuptojmë dhe mirë jo, edhe që foli dhe Jazergjiu që kishim në lidhje të gjithë, nuk vjen deri këtu ta, edhe preqi më shoj fort që deri këte nga ne, kjo luftë... Jazergjiu ka është njëri lexuar. Që ne, sigurisht më, shumë i lexuar. Por, lufta tani edhe preqi e tha, vështirë të vijit. Ne hedhin këto, refugjatët që mund të hedhë Trumpi tani, të muadjedinët e këta i hedhin këtu, mbeten këtu edhe gjithë, por luftë dhe bomba këshu, mos popullata nuk duhet këtë frikë për këtë punë. Faleminderit shumë, falenderoj shumë që dhe në këto orë të vonë, faleminderit ndërruar kolegë, natën e mirë dhe të ejnëten do mblidhemi përsëri. Ju, jeni detyruar të në ndihni. Natën e mirë.